arti shqiptar Mahnit Berlinin me performancat ndërkombëtare. Në Berlin është zhvilluar një mbrëmje veçantë artistike ku arti shqiptar është prezantuar në një skenë ndërkombëtare me rëndësi të madhe. Artisti shqiptar i vallëzimit dhe koreografisë Bernard Azizaj ka performuar dhe ka marrë rol në një projekt artistik krah për krah me artistën me famë botërore Marina Abramovic në kuadër të ekspozitës Balkan Erotic Epic The Exhibition. Aziza është paraqitur si drejtori i koreografisë, performues dhe drejtori i hapjes aktivitetit. Performanca Kafana and Tito's Funeral e prezantuar në hapësirat e Gropius Bau është pritur me interes dhe duar trokitje nga publiku ndërkombëtar. Ky bashkëpunim shënon një moment të rëndësishëm dhe prezencën e artistëve shqiptar në skenat globale, duke pozicionuar artin shqiptar krahas emrave më të njohur të artit bashkëkohor.